Rubrika e horoskopit është e përditshme në kanalin ton. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni, nëse keni pyetje për shenjën tuaj ose komente, mos hezitoni t'i lini më poshtë në fund të videos. Faleminderit. Horoskopi 27 dhjetor 2025, Dashi. Kjo ditë për ju nis me një ndjesi reflektimi të thellë, sidomos pas ngarkesave emocionale të ditëve të fundit. Në aspektin e shëndetit, trupi juaj kërkon pushim dhe ritëm më të qetë. Mund të ndjeni lodhje muskulore, tension nervor ose pagjumësi të lehtë, prandaj është e rëndësishme të bëni pushime. Një shëndetje në ajër të pastër ose kohë vetëm me veten do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë. Financat janë relativisht të mira, por dita nuk është ideale për shpenzime impulsive. Në çift, komunikimi është çelësi, mund të sqarohen disa keqkuptime të vjetra, por vetëm nëse jeni të hapur dhe të sinqertë. Një bisedë e thellë me partnerin do t'ju afrojë më tej. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante, por jo të menjëhershme. Kjo ditë shërben më shumë për të kuptuar çfarë kërkoni realisht nga një lidhje potenciale. Dëgjoni intuitën dhe mos reagoni shpejt. Demi. Për Demin, 27 dhjetori sjell një nevojë të fortë për stabilitet dhe siguri, sidomos në planin emocional dhe atë financiar. Shëndeti kërkon kujdes ndaj ushqimit dhe ritmit tuaj ditor. Mund të keni tendencë ta teproni me ushqime të rënda ose neglizhoni pushimin, gjë që do t'ju ndikojë në energji dhe në tretje. Financat janë në fokus dhe mund të mendoni seriozisht për riorganizimin e buxhetit. Është ditë e mirë për të planifikuar, por jo për të ndërmarrë rreziqe. Në jetën në çift kërkoni më shumë siguri dhe vëmendje nga partneri. Nëse ndiheni të anashkaluar, flisni hapur, pa akuzuar njëri tjetrin. Harmonia rikthehet përmes gjesteve romantike dhe kohës të kaluar bashk. Beqarët janë selektiv më shumë se zakonisht dhe nuk pranojnë më lidhje sipërfaqësore. Mund t'ju lindë interes për dikë që ju jep një ndjenjë stabiliteti dhe besimi. Binjakët. Kjo ditë ju gjen më të menduar dhe introspektiv se zakonisht. Shëndeti është i lidhur ngushtë me gjendjen tuaj mendore, prandaj stresi dhe mendimet e shumta mund t'ju ndikojnë në lodhje ose dhimbje koke. Është e rëndësishme të bëni pauza dhe të mos e mbigarkoni veten me informacione. Financat kërkojnë vëmendje sepse mund të lindin shpenzime të paparashikuara. Megjithatë, një ide kreative mund t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje alternative. Në çift, dita favorizon dialogun dhe sqarimin e situatave që kanë mbetur pezull prej kohësh. Mund të flisni për plane të përbashkëta ose shqetësime që deri tani i keni shmangur. Beqarët janë magnetik dhe komunikues, por jo të gjithë do të jenë të gatshëm të hyjnë menjëherë në një lidhje serioze. Dita është më shumë për flirtime, njohje dhe kuptim emocional. Gaforia. 27 dhjetori ju sjell emocione të forta dhe ndjeshmëri të shtuar. Shëndeti emocional është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. Prandaj shmangini njerëzit ose situatat që ju lodhin psikologjikisht. Pushimi dhe qetësia janë thelbësor për ju. Financat kërkojnë riorganizim. Mund të ndjeni nevojën për të ndihmuar të tjerët financiarisht, por keni kujdes të mos dëmtoni veten. Në çift është një ditë për afeksion, për kujdesje dhe ndarje ndjenjash. Partneri ka nevojë për praninë tuaj emocionale. Beqarët mund të ndihen nostalgjik dhe të kujtojnë lidhje të vjetra, por kjo ju shërben për të kuptuar më mirë çfarë nuk duan më nga jeta. Një njohje e re mund të lindë në një mënyrë të butë dhe të natyrshme, mes mish ose njohje përmes familjarëve tuaj. Luani. Kjo ditë e fton Luanin të ngadalsojë ritmin, pasi këto ditë ka vrapuar shumë. Shëndeti kërkon ekuilibër, sidomos për ata që kanë qenë shumë aktiv në ditët e fundit. Pushimi dhe rigjenerimi janë të domosdoshëm për mendjen dhe trupin tuaj. Financat janë të qëndrueshme, por jo ideale për të bërë shpenzime luksi. Në çift do të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje dhe vlerësim nga partneri juaj. Nëse nuk e merrni atë, shmangini dramat dhe shprehini qartë ndjenjat tuaja. Beqarët nga ana tjetër do të ndihen tërheqës,
por kërkojnë diçka më kuptimplot se sa thjesht vëmendje. Kjo është një ditë për të reflektuar mbi vlerën tuaj dhe mbi atë që meritoni në dashuri. Virgjëresha, 27 dhjetori për ju është një ditë reflektimi dhe vetë analize, ku ndjeni nevojën të vendosni rregull, jo vetëm në jetën praktike, por edhe në botën tuaj të brendshme. Në aspektin e shëndetit, trupi ju dërgon sinjale të qarta se keni nevojë për më shumë pushim dhe ekuilibër. Lodhja mendore, tensioni në qafë ose në shpinë dhe ndjesia e ngarkesës janë tregues që duhet të ngadalsoni ritmin. Një regjim i rregullt, ushqim i lehtë dhe një gjumë më cilësor do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Financat janë në kontroll dhe dita ju shtyn të mendoni për përmirësime afatgjata. Mund të reorganizoni shpenzimet ose të kurseni, sidomos pas periudhës festive. Në jetën e çift ju kërkoni qartësi dhe ndershmëri. Nëse diçka ju shqetëson, është momenti ta shprehni pa kritika. Beqarët janë të matur dhe nuk joshen nga premtime boshe. Një njohje e re mund të lindë, por intelekti dhe ndjeshmëria do të luajë rol kyç. Peshorja. Kjo ditë ju vendos përballë nevojës për balancë emocionale dhe mendore. Në aspektin e shëndetit ndiheni mirë, por stresi emocional mund të ndikojë në energjinë tuaj të përgjithshme. Është e rëndësishme të gjeni kohë për veten, përmes artit, muzikës ose një bisede të qetë me dikë që ju kupton. Financat kërkojnë vëmendje dhe maturi. Mund të tundoheni nga shpenzime që lidhen me kënaqësi personale, por yjet ju këshillojnë të mendoni 2 herë përpara se të veproni. Në çift, harmonia është e mundur vetëm nëse shmangni kompromiset që ju dëmtojnë ju emocionalisht. Një bisedë e sinqertë mund t'ju sjellë më shumë qetësi ndaj vetes dhe afrim me partnerin. Beqarët janë në një fazë përzgjedhjeje dhe nuk pranojnë më lidhje që nuk u sjellin paqe. Një takim i ri mund të duket premtues, por do të kërkojë kohë për të zhvilluar. Akrepi. Energjia e kësaj dite është intensive dhe e thellë për akrepin. Në shëndet ndiheni të fortë, por keni tendencë të mbani brenda emocione që mund t'ju ndikojnë në tensionin nervor. Është e rëndësishme të gjeni mënyra për të çliruar emocionalisht, qoftë përmes aktivitetit fizik ose bisedave të sinqerta. Financat janë në një fazë tranzicioni. Mund të merrni lajme ose informacione që ju shtyn të rishikoni planet ekonomike. Dita nuk është për rreziqe financiare, por për të ndërtuar strategji. Në jetën e çift, pasioni do të jetë i fortë, por mund të shfaqen xhelozi ose dyshime. Kontrollojini emocionet dhe mos nxirrni përfundime të nxituara. Beqarët janë magnetik dhe tërheqin vëmendje pa shumë përpjekje, por jo çdo njohje do të jetë e qëndrueshme. Dita ju mëson të dalloni mes dëshirës dhe ndjenjave të vërteta dhe të thella. Shigjetari. 27 dhjetori sjell për shigjetarin dëshirën për liri, por edhe nevojë për reflektim të brendshëm. Në shëndet do të ndiheni energjik, por duhet të shmangni lodhjen e tepërt dhe neglizhimin e pushimit. Një ekuilibër mes aktivitetit dhe relaksit është thelbësor. Financat kërkojnë planifikim dhe vizion afatgjat. Mund të mendoni për ndryshime ose projekte të reja, por është e rëndësishme të mos veproni pa analizë. Në çift, komunikimi është i hapur dhe ndarja e planeve për të ardhmen do të forcojë lidhjen më tej. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë siguri emocionale. Beqarët do të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja dhe mund të takojnë dikë që ndan të njëjtat ideale dhe filozofi jete me ju. Është një ditë për të ndërtuar ëndra, por edhe për të qenë realist. Briciapi. Kjo ditë ju gjen të fokusuar dhe të qëndrueshëm. Shëndeti është i mirë, por kërkon disiplinë ndaj trupit, sidomos pas lodhjeve të fundit. Pushimi cilësor dhe rutina e rregullt janë çelësi i mirëqenies suaj. Financat janë pika juaj e fortë këtë ditë. Mund të shihni më në fund rezultate konkrete nga përpjekjet e mëparshme ose të merrni vendime të mençura për të ardhmen. Në çift, stabiliteti dhe besimi do të forcohen më tej.
Është një ditë e mirë për të folur për plane serioze ose për ta konsoliduar më tej lidhjen. Beqarët tërhiqen nga persona serioz dhe të pjekur emocionalisht. Një njohje e re mund të ketë potencial afatgjatë nëse e ndërtoni me durim dhe hap pas hapi. Ujori, 27 dhjetori ju sjell ide të reja, por edhe një lodhje të lehtë mendore. Në aspektin e shëndetit duhet t'i kushtoni vëmendje pushimit dhe qetësisë psikologjike. Mendja juaj është shumë aktive dhe ka nevojë për pauza. Financat janë të qëndrueshme, por jo problematike nëse tregoheni të organizuar. Një ide kreative ose ndihma e dikujt mund t'ju sjellë zgjidhje interesante për problemet të cilat i keni menduar prej ditësh. Në çift, ndjeni nevojën për hapësirë personale dhe liri. Është e rëndësishme t'ia shpjegoni këtë partnerit pa krijuar distancë emocionale. Beqarët janë të paparashikueshëm dhe mund të përjetojnë një njohje të papritur, ndryshe nga çdo përvojë tjetër e mëparshme. Dita favorizon lidhjet që respektojnë individualitetin e personit tjetër. Peshqit. Kjo ditë është e mbushur me ndjeshmëri dhe intuit të fortë për peshqit. Në shëndet, gjendja juaj emocionale ndikon drejt për drejt në energjinë fizike. Kërkoni qetësi, shmangni konflikte dhe rrethohuni me njerëz pozitiv. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë maturi dhe largpamësi. Mos u udhëhiqni nga emocionet në vendimet ekonomike. Në çift, ndjeshmëria dhe afërsia emocionale do të rriten. Kjo është një ditë për rrëfime, mirëkuptim dhe lidhje më të thella shpirtërore. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të veçantë ndaj dikujt që i kupton në nivel të thellë emocional dhe intelektual. Një lidhje e re mund të nisë në mënyrë të qetë, por do të ketë potencial të madh për të zhvilluar më tej. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.